Nuk më frikson të gjë. Unë e doja shumë. Edhe kam qenë një njeri që gjithmonë kam besuar tek familja. Gjithmonë e kam dashur në familje. Madje e kam shprehur dhe këtu që një nga pengjet më të mia, më të mëdha në jetë është që nuk bëra dot më shumë fëmijë. Por unë nuk dua t'ja vë fajin vetëm atij, nuk dua të bëj këtë që po themi është vetëm faji atij, se nuk dua ta vë në këtë kornizën e njeriut negativ. Por gjithsesi ishte një martesë që nuk funksiononte dhe unë isha gjithmonë midis asaj që doja të përpiqesha të luftoja për familjen time, për dashurinë time. Nga ana tjetër nuk mund të pranoja atë që po ndodhte. Pra isha gjithmonë në këtë dilemën çfarë të bëj dhe gjithmonë kam luftuar, kam ikur, jam kthyer, kam besuar prap, jam dorëzuar prap, përsëri kam shpresuar derisa erdhi një moment pas 7 vjetësh. Nuk e kam bërë për veten, ashtu siç u shpreha, e kam bërë për vajzën, sepse ambienti ishte toksik. Edhe shëndeti mendor i vajzës time ishte shumë i rëndësishëm se sa humbja që do të psoja unë. Dhe kam bërë zgjidhjen më të mirë sepse pas divorcit, për më tepër që unë gjithmonë jam treguar ajo nëna e divorcuar që kurrë nuk e ka ndaluar babain e fëmijës për ta takuar fëmijën sa herë i ka dashur qefi. Madje kemi kaluar kohë të tre vetëm për t'i transmetuar vajzës time që i ka të dy prindrit, i ka të pranishëm në jetën e saj, e duan shumë, edhe qendra e botës tyre është pikërisht ajo.